Në tokë, në qiell, në det, vigjilojmë ne bijtë tu Republik. Mirë mëngjes atë dhe i shtrojt, ditë socialiste zbardhin tek ne. Ne jemi pjesë përbërëse e tokës amtare, ku jeta zjen me ritmin dinamik të tëra dheut ton socialist. Të lumtur voglushët drejtohen për në shkollë. Punëtorët po i shpejtojnë punimet për ndërtimin e godine 3 për shkollën e tyre. Nën kujdesin atror të partisë, fëmijët e ushtarakëve në këtë post pararoj të dheut, me këmbgulje dhe vëmendje mësojnë dhe edukohen për të bërë bijtë të denjtë të popullit e partisë, ashtu si prindrit e tyre. Efektivi këtij reparti stërvitet në mënyrë intensive, duke vënë jetë porosinë e shokut Enver në Kongresin e 6. Përgatitja për mbrojtjen e atë dheut është një detyrë e përhershme. Atë dheu dhe socializmi, jeta dhe puna e popullit mbrohen me armë në dorë. Këto toka kodrinore i ka zbukuruar punë e ushtarakut ton, që din përdor edhe pushkën edhe kazmën. Dyqanet ushqimore dhe të veshmbathjes janë gjithnjë plot. Ushtarakët dhe pjesëtarët e familjeve gjejnë këtu gjithçka kërkojnë për nevojat e tyre familjare. Partia na mëson se jeta e lumtur, gëzimi i njeriu ton nuk mund të kuptohen dhe të arrihen pa ruajtjen e shëndetit të tij. Në udhëheqjen e organizatës së partisë, kjo është vepra e të gjithë efektivit. Spitali është pajisur me aparaturat e nevojshme, laborator, sallë operacioni e tjerë, për t'i ardhur në ndihmë dhe shëruar sa më parë të smurët. Ndërsa prindët e këtyre filizave të njomë kryejnë detyrat ushtarake, ata në mbikëqyrjen e kujdestarëve kalojnë të gëzuar ditën e kopësht ku edukohen dhe argëtohen. Gjëmon daullja, ushton gërneta, si jasin tingujt e harmonishëm të orkestrës. Sot kemi miq. Në gjirin e efektivit erdhi ansambli ushtrisë tonë popullore. Mirë se vini, shok të dashur. Efektivet e reparteve tona i kanë pritur dhe i presin gjithmonë me kënaqësi të madhe shfaqjet artistike, këngët dhe vallet e bukura të ansamblit të mirënjohur të ushtrisë sonë popullore. Guerra
imre